OJQ Punta Institute me mbështetjen e komunës Ulqinit organizoi me 10 tetor ekspozitën Gratë Forca Ulqinit si aktivitet përmbyllës i projektit Perspektiva Gjinore e Ulqinit. Ky projekt ka për qëllim të forcojë barazinë gjinore dhe të rrisë pjesëmarrjen e grave në vendimarrje dhe krijimin e politikave publike në komunë. Ekspozita u mbajt në hapësirat e Qendrës për Kulturë dhe përfshiu punime artistike dhe fotografi që dokumentojnë aktivizmin e grave në fusha të ndryshme, kulturë, sport, art, politik dhe media, veprat e piktorëve vendas dhe fotografi të grave aktive në komunitet dha një pasqyrë të qartë të kontributit të tyre shpesh të nënvlerësuar dhe të mbetur në hije. Organizatorja e ekspozitës Hatixha Gjoni theksoi rëndësinë e dokumentimit të aktiviteteve të grave. Ajo nënvizoi se projekti synon të bëjë të dukshëm rolin dhe fuqinë e grave në jetën shoqërore dhe kulturore të Ulqinit, duke frymëzuar gjeneratat e reja. Ekspozita nxori në pa aktivitetet e grave në protesta lokale, sport, art dhe kulturë, duke treguar se edhe pjesëmarrja vogël e secilit individ kontribuon në një mozaik më të madh të fuqisë së grave në komunitet. Projekti gjithashtu ofron mundësi që gratë të shprehin talentin e tyre dhe të jenë më të pranishme në opinionin publik përmes medjave dhe aktiviteteve kulturore. Tubimi soqëm ose ekspozita cila ishte e gëshetume me punime të piktoreve në vend, cilat i ka koordinu Lisa Nimanbegu, edhe disa nga aktivitetet e grave Ulqinit ndeshmun me cilat dëshmojnë fotot para prake dhe kemi ba një ekspozit. Kja ka pas një motiv që në njërë vizuale, në njërë materiale, si thojnë në njërë konkrete, të shofim se projekti i Institutit Punta titulohet Perspektiva Gjinore e Ulqinit, në vonë femra fuqia e Ulqinit ose gratë fuqia e Ulqinit. Unë mendoj se me veprimtarinë e vetë, me dekade që ndoshta edhe gratë e moçme, gjyshet tona, kanë tregu një fuqi jashtëzakonshme, por disesi kanë qenë gjithmonë në hije, ose aja fuqi, ai kontributi tyne, ai përkushtimi tyre, shumë rarë ka ardhur në dukje. Fatkeqësisht, ne aja gja gati na përcjell edhe tashetutje. Mirë po, me seriozitetin më të madh deklaroj që nuk ka fush veprim ku gruaja s'ka lënë gjurmët e veta. Këtu janë veç disa nga aktivitetet e saja. Kemi përzgjell për shembull protestet, cilat fatkeqësisht ish dash t'i organizojmë dhe na kanë përkrah masovikisht qytetar, që do të thotë kanë nej mas idejes edhe mas asaj çka kemi organizu nej si kolektivitet. Mandej janë fusha e sportit, fusha e politikës, fusha e artit, fusha e kulturës, gazetarisë, shumë tjera, fatkeqësisht në tana fusha s'kena mujt mi përmbyll, si thojnë, ose mi përfshi, por nëse ish kja veç një embrion i tana saj, ish një tregus më i fort cili ka zanë që as një gja s'mund behet pa gru. Tjetë aja ndukje ose tjetë dikajt në hije. Gjithkajt ish dora saj, gjithkajt ish fuqia saj, çdo kajt ish vullneti saj. Me grumbullimin e të gjithë materialit, keni parë që viteve të fundit ka një rritje më të madhe të angazhimit të gruas si në politikë, ashtu edhe në sport, në gjitha fushat që përmende? Rritje numerike ndoshta po, por mu më duket se duhemi t'i kthehemi diçka që ishtë emocioni, që ishtë ideologjia, e çka janë të vlerat njerëzore cilat në ngrisin mbi të gjitha. Se aja ka qenë çdo herë gjatë historikut, impulsi më i mirë për femnen, familja, përkushtimi saj familjes, mesi ku jeton, e ta në qita bajnë atë të aktivohet ose të përkushtohet në mënyrën maksimale. Unë mendoj se sot kemi edhe mjetet cilat qesin në dukje dhe kajnë mundësi dalin edhe në opinion, në televizore, në gazete, në këta mjetet lojshë informative.
Mirë po, më duket se edhe trejat, përveç asajt si intelekt dhe si profesion cilin e kanë zgjedh, pjesë e identitetit tyne duhet tjetë edhe fuqia cilin e kanë pas atë femnat para tyne. Duke i kërshetu këta dy vlera, dhe më thanë, atë vullnetin, energjin edhe dijen, cilën sot e kajnë normal numerikisht edhe procentualisht shumë të madhe se dikur, edhe rrethanat tjera cilat ndoshta dikush në mënyrë modeste pa ju ka shtru një ull t'i shvezojnë. Unë besoj, nëse kërshetohen tanë këta potenciale, trejat të soshme, femrat të soshme, duhet natë i kalojnë shumë edhe duhet t'jenë me dëvërtet një shtyllë urhjese, një fuqi shumë e madhe, cila javeç familjen e saj dhe ate, po edhe qytetin do të qojnë para. Sa mendoni që aktivitetet e tilla motivojnë apo ndërgjegjësojnë mentalitetin e Ulqinit të rritet ky ndërgjegjësim që grua si duhet një hapësirë më e madhe? Pa, unë mendoj çdo gjë na nuk duhet të presim hapat megalomane. Por nëse çdo kush nga ne, edhe ka një guralec në mozaiku ka mu plotsu. Që do të thotë, nëse të gjithë ne kërkojmë njërat, për fatë mirë, na kena hasë në mirë kuptimin e komunës Ulqinit, cila na ka përkrah projektin, cila e ka pa edhe e ka vlerësu projektin edhe idejnë si idej më të mirë e vitit 2024, I falenderohna për atë vlerësim edhe në mundu me çdo gjatë që ai projekt të realizohet në mirëfillt. Kja ishtë finalizimi I aktiviteteve. Pjesëmarrja e komunitetit dhe mbështetjen nga pushteti lokal ishin thelbësore për suksesin e ekspozitës, e cila u zhvillua dhe në shkolla dhe institucionet ndryshme të Ulqinit, duke përfshirë shkollat Marshall Tito, Bedri Elezaga dhe gjimnazin e Ulqinit. Unë njëkohësisht kam dëshirë në përmes televizorit juj, t'i falenderohem drejtoreshave, drejtoreve shkollave, se na kena fillu me zancit, t'ju spjegojmë, t'ju afrojmë barazin gjinore, mas tjetë aj një termin abstrakt për kërken. Kemi pas në shkollën Marshall Tito trejnime, kemi pas në Bedri Elezaga, në shkollën e Shtojit, edhe me këtë moshën pak ma të pjekun të them në gjimnazin e Ulqinit. Gjithë kajtë kena hasë nga urhecit, nga zancit, nga profesorët e asimtarët në dur të hapuna, në bashkëpunim me ta, ne I kemi organizu ata punëtorit. Mëndej kemi pas me pushtetarët në Ulqinë dhe pushtetarët, një aktivitet ose një punëtori ka qenë e kushtuar femrës në përgjithësi në Ulqinë, duke filluar nga femrat në bashki lokale, aty ku jetojnë e veprojnë, dhe kja ishte një finalizim. Besoni se kur kishim mi mbledh veç unë që ka kam arkiva nga fotografi e gjana, jo kja hapsi, po krejt shetitorja në ranë kishë qenë e vogël për mi pa njerëzit aktivitetet e femrëve në gjatë periullave të kalumuna. Bile mas tehen në gjatë, një dekad, 2 dekada, vërtet, mirë po, ndoshta edhe ai projekt është realizohet edhe ka mundësi Ulqini me pa edhe tjetë me qenë krenar natë, me qenë dajmë jetën edhe me qenë jetojmë edhe vërtet që femna ishtë, unë zdu me hiperbolizu tash fuqinë e saj, por patë s'mund të ecim para. Ekspozita Gratë Forca Ulqinit është një hap I rëndësishëm drejt përforcimit të vetdijes gjinore dhe njohjes së kontributeve të grave në komunitet. Përmes këtij projekti, Gratë e Ulqinit po fitojnë një platformë për të treguar aftësitë dhe angazhimin e tyre, duke u bërë shembull për të gjithë komunitetin dhe duke kontribuar në zhvillimin demokratik të shoqërisë.